Në fushat e Maliqit ka nisur prej ditësh procesi i korjes së misrit, një nga kulturat më të rëndësishme bujqësore të zonës. Fermerët po punojnë me intensitet për të mbledhur prodhimin e këtij viti, i cili në shumë parcela rezulton i kënaqshëm, pavarësisht kushteve të paqëndrueshme të motit gjatë stinës. Sipas prodhimit që po korrin në këto gasa që kemi korruar deri tani, në disa toka që edhe i arritëm i vaditëm, jemi domethënë në prodhim jo shumë të favorshëm, po disi të kënaqur. Duhet që të marrim fara me ditë pak, se si vjetë ka shumë probleme, akoma janë me lagështi të madhe, domethënë, dhe po su futën në tharje, është vështirë për të korrur. Prandaj duhet që fermerët e zonës tonë duhet të aplikojnë të marrin me ditë më pak, jo me ditë shumë. Ndoshta kanë çik prodhim më pak, po është favorë që thahen dhe nuk ka vështirësi në korrje. Fermerët shprehen se çmimet në treg pritet të jenë të qëndrueshme, ndërsa kërkesa për misrin vendas mbetet e lartë për shkak të cilësisë dhe përmbajtjes së lartë ushqyese. Unë kam mbill rreth 60 hektar misër dhe kam disa varietete, kam franceze, kam italiane, kam disa lloje farash, me qëllim që të favorizoj këtë punë e procesit të tharjes. Sipërfaqet e mbjella me misër këtë vit në fushën e Maliqit shkuan rreth 4 hektar, duke shënuar shtim të sipërfaqes krahasuar me një vit më parë.